Dashi, nëse i merrni në konsiderat këshillat e të tjerëve, sot do të dilni si fitues. Tregohuni aq realist sa të jetë e mundur. Në marrëdhënie do të bëni përpjekje të mëdha për të përmirësuar jetën në çift me disa sakrifica të vogla. Për ju beqarët, ndoshta nuk do të ndodhë ndonjë ngjarje të rëndësishme, kështu që duhet të prisni pak më shumë. Në punë do të realizohen të gjitha objektivat që keni vendosur dhe do të ndiheni të plotësuar. Suksesi do t'ju jap shtysë të re për përpjekjet e ardhshme. Saturni do të sjellë disa vështirësi në planin financiar. Gjendja financiare nuk do të jetë as pak e qëndrueshme dhe do të hasni vështirësi në kryerjen e shpenzimeve më të domosdoshme. Demi, edhe pse sot do të tregoheni her pas here më të hapur se sa duhet, dita nuk pritet të ketë probleme të mëdha. Nëse jeni në një marrëdhënie, klima emocionale do të jetë shumë e ngrohtë. Do të ndiheni më të dashuruar se kur më parë dhe do të vlerësoni partnerin tuaj. Ju beqarët do të keni vetëm mundësi për aventura kalimtare, po jo më shumë se kaq. Në punë do t'ju jepet një detyrë e re që fillimisht do të duket sfiduese. Pak nga pak, gjithçka do të kalojë në normalitet. Do të dëshmoni aftësinë tuaj për të arritur çdo qëllim, vetëm duhet të besoni në veten tuaj. Financat nuk do të jenë të këqija, kështu që mund të kryeni edhe disa shpenzime të shtuar. Binjakët, falë ndikimit të Jupiterit, sot jeta juaj do të shkëlqejë dhe mendimet do të jenë më pozitive se kurrë. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe dëshironi të kaloni çaste të këndshme, përpiquni t'i lini të kaluarës pas jush dhe të mblidheni për të ardhmen. Ju beqarët do të ndjeni ende pa gatishmëri për njohje të reja, duke humbur kështu mundësi të çmuara. Në punë do të jeni shumë kurioztar dhe të gatshëm për sfida të reja. Priten zhvillime pozitive që do t'ju sjellin lumturi të pafund. Bëni kujdes me shpenzimet që të mos shpërndaheni pa plan. Nëse i shpenzoni të gjitha parat tani, nesër mund të mbeteni pa ide se çfarë të bëni. Gaforja. Çdo vështirësi që keni përjetuar deri më tani do të kalojë sot, sa herë që mbyllni syt me një këndpamje më të gjerë. Do të ndiheni më larg pamës. Nëse jeni të dashuruar, do të ndihet sikur po jetoni në ëndra. Mënyra se si do t'ju trajtohet partneri do t'ju mahnit, pa asnjë arsye për ankth. Ju beqarët nuk duhet të ndërmerrni rreziqe të mëdha për të ndryshuar statusin, pasi ato nuk do të vlejnë. Në punë do të bëni ëndrat realitet. Pas shumë përpjekjeve, do të fitoni pozicionin që dëshironi dhe do të hyni në një fazë të re. Financat do të jenë shumë të trazuara, kështu që çdo lëvizje duhet bërë me kujdes. Luani. Sot, megjithse do t'ju duhet të jepni kuraj vetes, do të hasni në situata të vështira. Gjërat nuk do të ecin ashtu si i kishit menduar. Në marrëdhënie do të përjetoni momente të mërzitshme dhe të lodhshme. Rutina do t'ju mbushet gjithë kohës dhe ndoshta do të ndiheni sikur mezi do të merrni frym. Ju beqarët do të argëtoheni me miq dhe të njohur, pa menduar të kërkoni princin e kaltër. Në punë do të merrni premtime, por duhet të mos u besoni verbërisht atyre. Disa prej tyre do t'ju provojnë për të parë se si do të reagoni. Financat do të kërkojnë më shumë kujdes, por me pak përpjekje, gjendja do të fillojë të përmirësohet. Virgjëresha. Mundohuni të mos tregoni muskujt e përqendrimit sot, sepse kjo mund t'ju sjellë probleme serioze. Nëse jeni në një marrëdhënie, dita do të fillojë mirë, por ka rrezik që pas mesditës të fillojnë debatet e vogla rreth së ardhmes. Kujdes me çdo fjalë që thoni. Ju beqarët do të hallakateni, duke humbur mundësi të mira për lidhje serioze. Në punë, mos u përqendroni vetëm te gjuha e lehtë, duhet të punoni më shumë. Do të përballoni çdo sfidë me shpejtësi. Financat do të përmirësohen, fal një shumë të marrë nga trashëgimia. Peshorja. O sot, o kurrë. Sot është dita e ndryshimeve dhe e marrjes së vendimeve. Nëse jeni të dashuruar, ky është momenti ideal për t'u afruar me partnerin tuaj. Nëse nuk e bëni këtë, do të pendoheni më vonë. Ju beqarët do të mësoni si të bëni për vete diçka që ju përshtatet dhe do të ndryshoni rrënjësisht jetën tuaj. Në punë do të keni të gjitha mjetet për të arritur që dëshironi dhe planet do të realizohen. Kolegët do t'ju ofrojnë mbështetje. Financat, megjithse të pakënaqura, do të mbeten jo të stabilizuara. Akrepi. Gjatë kësaj dite mund të përjetoni momente pesimiste, por mbështetja e miqve do t'ju ndihmojë që gjithçka të kalojë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përpiquni të tregoheni realiste dhe mos e idealizoni tejet atë që keni pranë. Kështu nuk do të hasni zhgënjime. Ju beqarët do të keni disa takime, por asnjë person nuk do t'ju bindë plotësisht për të filluar një lidhje. Në punë do të jeni shumë serioz dhe nuk do të gaboni. Çdo gjë do të shkojë sipas planit.
Financat do të jenë të këqija, por është më mirë të mos jepni para hua, sepse më vonë do t'ju nevojiten më shumë. Shigjetari. Nëse nuk u përpjekni të gënjeni dhe i realizoni gjërat siç duhet, jeta juaj do të ecë më mirë. Për ju të dashuruarit, dita do të jetë e veçantë dhe pa probleme. Çdo gjë do të shkojë ashtu si keni ëndërruar. Për ju beqarët, duhet të bëni kujdes me çdo hap që hidhni, pasi jo të gjithë personat janë ashtu si duken. Në punë, edhe ju do të bëni gabime, por e mira është që t'i pranoni ato dhe të zgjidhni çështjet me shpejtësi. Sa më vonë të veproni, aq më keq do të jetë. Buxheti do të kërkojë shumë kujdes dhe riorganizim, dhe situata do të përmirësohet. Britsjapi. Sot, ka mundësi të ndikoheni nga disa persona që do t'ju shtyjnë në rrugë të gabuar. Sa më shpejt të distancoheni prej tyre, aq më mirë do të jetë. Nëse jeni në një marrëdhënie, përkushtohuni më shumë partnerit, pasi një problem profesional apo fizik mund t'i sjellë nevojë. Ju beqarët, ka rrezik të mos tregoheni të logjikshëm dhe të bëni gabime në zgjedhjet tuaja sot. Në punë, nuk do të hasni vështirësi të mëdha, por nuk do të arrini sukses të madh se sa keni shpresuar. Në planin financiar, mos ndiqni këshillat e miqve, pasi kjo mund t'ju lërë pa para. Hua, mos jepni kur sesi. Ujori. Kjo ditë duket shumë e bukur dhe e ndriçuar me diell për ju. Gjërat do të marrin drejtimin e duhur në çdo fushë. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni mrekulli me partnerin tuaj dhe do të ndiheni të gëzuar, duke u përpjekur të mos ndaheni asnjëherë. Marrëdhënia juaj do të jetë më e gjallë se kurrë. Për ju beqarët, gjithçka do të ecë siç duhet. Do të pranohen ftesat që bëni dhe drita jeshile do të ndizet. Në punë, do të merrni gjërat me entuziazëm dhe do të punoni me dëshirë. Keni për të arritur më shumë se sa keni menduar. Gjendja financiare do të favorizohet, megjithse duhet të shmangni shpenzimet e tepruara sepse paraja mund të mbarojë. Peshqit. Sot do të jeni shumë të shoqërueshëm dhe me dashuri, duke i bërë të ndihen të veçantë të gjithë rreth jush. Nuk do të u bëni të ndikueshëm nga kritikat e panevojshme të disa personave, gjë që do të shmangë lëndimet emocionale. Nëse jeni në një marrëdhënie, edhe pse këshillat e të afërmve mund të ju paralajmërojnë, ju prapë do t'i ngrini partnerin tuaj në një pozitë të lartë. Kjo qasje do të sjellë për ju disa zhgënjime dhe momente të thella mërzitjeje. Për ju beqarët, do të keni shumë takime, por do të duhet të prisni pak për të njohur mirë personin para se të hidhni hapa të rëndësishëm. Në punë do të keni aleat të forta që do t'ju ndihmojnë të realizoni secilin prej planeve që keni vendosur. Sektori i financave do të mbetet i privilegjuar, kështu që edhe nëse do të shpenzoni pak më tepër, nuk do të përjetoni tronditje të mëdha.